Mbas ditën e sotme, prokuror dhe avokat janë përballur në gjykatën e posaçme me dy përfaqësuesit e akuzës, të cilët parashtruan disa kërkesa, mes të cilëve edhe një kërkesë për thirrjen si dëshmitar të rreth 40 personave që do të rrëfehen në gjyqin kundër Behar Bajrit, Pëllumb Gjokës, Denis Bajrović dhe Edmond Prekës. Këta persona, mes të cilëve është edhe biznesmeni Pëllumb Gjoka, akuzohen nga SPAK se kanë vepruar si një grup kriminal, duke kryer vrasjen e Gjim Boriçit mëngjesin e 8 gushtit 2020 në Shkodër. Për të provuar krimin, SPAK ka shprehur dëshirën të thërras në gjykatë si dëshmitar rreth 40 persona, mes të cilëve janë edhe e dashura e viktimës së Gjim Boriçi. Sipas dosjes hetimore, e dashura është personi i fundit që ka komunikuar me Gjim Boriçin. Ky komunikim është bërë përmes telefonit dhe nga kqyrja e aparatit të saj del që ajo ka biseduar me të dashurin Gjin Ndoj alias Boriçi. Gazetari Alton Qyno ka mësuar se vajza do të thirret si dëshmitare dhe do të pyet nëse i dashuri i saj ka pasur shqetësime dhe rreth mësimit të lajmit për vrasjen e tij. Një tjetër dëshmitar, Nureddin Dumani, i cili në këtë dosje është person nën hetim pasi akuzohet se ka siguruar kushtet për kryerjen e vrasjes e Dorian Dulit. Nureddin Dumani tashmë është i kthyer në bashkëpunëtor i SPAK-ut. Ka pranuar se është kontraktuar nga Behar Bajri dhe nga Bardhyl Mavraj me qëllim vrasjen e Dorian Dulit, por qëllimi i SPAK me dëshminë e Dumanit është të provojë kodet e komunikimeve që ka pasur me Behar Bajrin dhe Bardhyl Mavraj, kodet me të cilët Bajri ka kryer biseda dhe në rastin e vrasjes së Gjim Boriçit. Mes emrave të tjerë për të dëshmuar është edhe Jozi Kraja alias Ndoj, i cili rezulton të jetë vëllai i viktimës Gjin Ndoj alias Boriçi. Aktualisht Jozi Kraja ndodhet i izoluar në burg pasi akuzohet për sigurimin e kushteve për kryerjen e vrasjes të vëllezërve Durim dhe Valter Bami.